Rreshjet e ditës së dieshme dhe natës së kaluar kanë shkaktuar probleme në disa zona, ku ka bërë që ujë të dalë nga shtrati i Zallit të thatë, duke bllokuar rrugën që lidh dy fshatrat Kokërdhak dhe Koçaj të njësisë Fushbullqiz, ku banorët e zonës mëngjesin e sotëm kanë ngelur të bllokuar për rreth 3 orë, ndërsa është bërë ndërhyrja me mjete nga ana e bashkisë, të cilët kanë rikthyer qarkullimin e automjeteve. Banorët shprehen se shpesh herë kjo rrugë bëhet e pakalueshme sa herë që ka rreshje të dendura, ndaj bashkia duhet të marrë masa për ta rregulluar shtratin e Zallit, që kjo situatë të mos përsëritet. Si ishte rruga? Shumë keq, apo e pakalueshme. Ai ka dalë lut këtë që është për rrugë, u bën atë shpam bile si u futa. Po si të kanë fëmijët tani kur vinë? Ne ton pa vënë dorë bashkia me bënë diçka që nuk mund të kaluosh. Tani ti je i detyruar të vish ti marrësh me këtë makinë prapë të shpenzosh? Po jam i detyruar më i mor, po kjo është shumë keq, ne për këtë lloj makine. Shumë keq. Ishin bërë të gropa që tash janë të poshtë. Pse nuk kaloni? Po rruga me ujë, kush se bim nuk janë të bofare. A bllokosh shpesh ky aks kur bie shi? Shumë shpesh. Po si do e bëni tani, si do kaloni? Ne bëjmë të se, dhe presim, të bëjmë. Po nxënësit ka shkuar në shkollë sot? Edhe nxënësit ka shkuar në shkollë. Na kanë dhënë shumë ratadore, makinat i caktojmë, gomat i prishim, subvencionet i paguajmë, gjitha taksat, çabim nuk bëjmë fare.